Prej 21 tetorit ish presidenti francez Nicolas Sarkozy vuan dënimin e tij për 5 vite në burgun Santé në Paris në kryeqytetin francez. Ministri i Brendshëm i Francës ka shpallur për publikun informacionin se 2 oficer policie të armatosur mbrojnë Sarkozy brenda burgut në 24 orë. Kjo vjen si pasojë e kërcënimit për jetën e Sarkozy, natyrën e të cilës nuk e ka specifikuar ministri i Brendshëm francez Laurent Nunez, por duhet thënë se Nicolas Sarkozy, sipas burimeve për mediat lokale franceze, ka një shqetësim shumë të madh që lidhet me helmimin. Helm i cili mund vendoset në ushqimet e tij. Përpasoj, plani dietës që ndjek ish presidenti francez është mjaft specifik. Ai ndjek një regjim të veçantë që konsiston në vetëm konsumin e kosit, pasi sipas burimeve brenda burgut Santé, Nicolas Sarkozy nuk ka aftësi për të gatuar ushqime për të konsumuar vetë dhe nuk ka besim tek ushqimi që i ofrohet nga stafi i burgut. Madje, sipas burimeve të cituara nga media, Sarkozy ka frikë se dikush mund edhe t'i përshty në ushqim ose diçka edhe më të keqe mund t'i helmoj ushqimin. Edhe për 2.5 javë, pra le të themi që ka kaluar 2 javë gjysmë që ka kaluar Sarkozy në burg, ai ka ngrënë ekskluzivisht kos. Edhe të pritet në fakt nëse do të vijojë këtë agjerim të veçantë si pasojë e frikës se mund të helmohet Sarkozy dhe nëse do të ndikojë tek gjyqtarët, të cilët në 10 nëntor do të vijojnë edhe kërkesën e apelit për lirimin e ish presidentit francez.